për të treguar rëndësinë dhe vlerën e veçantë që ka namazi ndaj shtyllave të tjera të Islamit, është dhe fakti që të gjitha shtyllat e Islamit, qoftë agjërimi, qoftë zakati, qoftë haxhi, i janë obliguar profetit alayhi salatu wasalam ndërkohë që gjendej në tokë fizikisht dhe shpirtërisht, ndërsa namazi është obliguar profetit alayhi salatu wasalam ndërkohë që është i shkëputur nga universi komplet mbi 7 palëqije në takimin më të rëndësishëm të gjithë jetës së tij. Në takimin me Zotin e gjithësisë i obligohet namazi, dhe kjo si për të na dhënë një mesazh Zoti i gjithësisë se namazi është i jashtëtoksor komplet. Pra, kur njeriu nis dhe falet, ai namazi i tij i kalon të gjitha kufit e njerëzores dhe kufit e universit.